Gjykata kushtetuese vendosi sot që ta anulloj dekretin e presidentes Vjosa Osmani që çonte Kosovën në zgjedhje. Si po e shikoni këtë zhvillim të fundit nga Kosova, kur kujtojmë se vetëm pak kohë më parë u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme parlamentare? Ajo anulloi atë vendimin e qeverisë për të kaluar në zgjedhje, se kuptova. Anulloi gjykata kushtetuese, anulloi dekretin e Vjosa Osmanit që të kalojë në zgjedhje. Pra, përkohësisht nuk do shkojë në zgjedhje. Jashtëzakonisht shumë mirë ka bërë. Dhe të mblidhen atje dhe të zgjidhin problemin, t'i lënë këto komunizmat të kohës fundit, ata udhëheqësit e Kosovës. Zotëri, Kosova sot nuk ka këllqe dhe nuk ka mundësinë ekonomike dhe politike që të bëjë zgjedhje çdo 3 muaj se i do qefi një Vjosa Osmani apo një Albin Kurti. Populli i Kosovës do që populli që mundi të qeveriset. Ata hahen për koska të tërë, secili do pushtetin o pushtetin o s'ka, o pushtetin o Rashë vdikja. Përse e kërkojnë me kaq deri në diskreditim të plot për të marrë pushtetin, çkan? Ku e kanë arsyen? Udhimset Kosova jo e bëjnë këtë luftë për interesa personale private të tyre, secili për të mbrojtur bizneset e tyre, për të shtruar vjedhjet, për të shtruar kapitalet, për të shfrytzuar popullin e Kosovës dhe për të çuar ujë në mullinë e Serbisë, edhe të Greqisë dhe të Iluminatit dhe të masonëve dhe të 300-ve dhe të atyre që duan, globalistëve që duan të shkatërrojnë kombin shqiptar, ta shkatërrojnë me themel. Këtë bëjnë në Shqipëri, këtë bëjnë në Kosovë. Prandaj Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vepruar në mënyrë perfekte. Avokat, po çfarë duhet bërë momentin që Albin Kurti kërkon që president të jetë një prej, po themi, aktivistëve dhe figurave kryesore të vetëvendosjes? Tej dorë. Politika është tolerancë. E shikoj që se mund të vë atë që dua unë, mbaroj filmin, do vëm tjetëri dhe si do e bë ka Albin Kurti, ti marrë tëra pushtetet vetë dhe president dhe kryeministër vetë, jo zotëri jo, prandaj shumë mirë ka bërë gjykata kushtetuese. Absolutisht jo. Avokat, çfarë ndodh nëse nuk arrihet një marrëveshje dhe shkohet përsëri në zgjedhje në Kosovë? A mendoni që duhet ndryshuar klasa politike atje, pra apo i ngjan edhe Kosova si Shqipëri, se kemi pasur të njëjtin rast ne, edhe në Shqipëri? E njëjta parti është që drejton, e njëjta teori është që drejton, të njëjtët ushtrallari janë që drejtojnë në të dy anët e kufirit, dhe është Beogradi. Është ai që komandon, atij i binden. Është ai që është interesuar të mos kemi ne as unitet, as marrëdhënie të mira. Ka avokat edhe në Kosovë, po komandon Beogradi? Patjetër, se ç'kujtosh ti. O komandon atje, o s'komandon gjikundi. Sepse në Shqipëri komandon sepse është krijuar nga serbët e ajo Partia Komuniste Shqiptare që po qeveris sot Shqipërinë. Krijes serbe është. Në Kosovë po kanë spionët e tyre, agentët e tyre dhe përçarësit e tyre, nuk duan që të bëhet Kosova të eci përpara, nuk duan as andej, as këtej, nuk duan që të bëhet Bashkimi Kombëtar Shqiptar, janë dy klasa politike anti-shqiptare pro-serbe, armike të popullit, armike të betuara të shqiptarëve. Avokat, besoni që mund vi një kohë që të mos jemi të varur nga Serbia? Jo. Nuk vjen. Ishte pamundur. Ta kanë klysht e tyre në çdo sferë të jetës, në çdo qelizë të jetës, ndash Kosovë, ndash Shqipëri. Avokat, a ka ardhur koha që shqiptarët të bëhen bashkë dhe të krijojnë një Shqipëri të madhe? Jo të madhe. Një Shqipëri naturale, jo të madhe. Se ne nuk kërkojmë të marrë pjesë të tjerëve. Ne kërkojmë të bashkojmë ato pjesë që na i kanë hequr dhunshëm Churchilli në 1913 me miratimin edhe në 44, në 43 në Jaltë, edhe më mbrapa e kanë hequr dhunshëm trojës shqiptare. Churchilli, Stalini dhe Roosevelti, që në të tre
Nuk ke pa peshë Roosevelti, se mundën ata të dy. Në ai hoqën zotëri e ndanë ata Shqipërinë, për interesat tyre. Dhe Shqipëria gjithnjë ka qenë plaçk tregu dhe mjet këmbimi për interesat e tyre. Dhe sot e kësaj ditë nga ajo jemi në këtë situatë, se nuk puqen interesat tona me interesat e Anglisë apo të Rusisë. Dhe praktikisht nuk po gjën gurin vend në Shqipëri. Ai që e paguan është populli shqiptar. Kanë gjetur një zgjidhje, ikni u thonë nga Shqipëria, kanë vatur një 400.000 janë në Amerikë, një 800.000, 900.000 janë në Greqi, 600.000 tjerë janë në Itali, një 200.000 janë në Gjermani. Pra neve na bën kaq kohë që ata na shkatërruan dhe gjetën kokën e shqiptarëve dhe varfërinë e shqiptarëve. Tradhtin e qeverive shqiptare që nuk mbrojnë interesat kombëtare shqiptare, po janë shitur tek greku dhe te serbi. Praktikisht është e pafalshme kushdo që dëgjon vë duart në kokë si shpjegohet që Shqipëria është prodhuese e naftës dhe Shqipëria ka naftë dhe benzinë më shtrin nga Maqedonia dhe Kosova, të cilat furnizohen në Shqipëri. Kjo s'ka vend të ri. Këte e bëjnë vetëm banditët e udhëheqjes politike shqiptare, klasës politike shqiptare. Nuk ankohet as partitë opozitare, as qytetarë shqiptarë. Nuk ndihen. Mirë na e bëjnë. Në rregull janë ata. Përveç atyre janë në rregull. Vjedhin, gravisin, sundojnë, përçajnë, përzojnë shqiptarët, boshatisin Shqipërinë, shesin truallin, por na shesin. Avokat, kë shikoni më me rrezik ndaj Shqipërisë, Serbinë apo Greqinë? Një lloj. Dhe mbi të dy këto shtete në krye të këtyre shteteve qëndron kisha ortodokse, e cila kishën shqiptare e bëri për vete nëpërmjet grekëve që pruri këtu. Janë unitet me njëri tjetrin, janë dy popull që ata në debatet që bënim me ta në 99 në Greqi, thoshin ne jemi popull vëllezër me serbët. Aq sa i ndjeri Aristiv Kola u tha ku jemi ne dhe ç'na lidh ne me serbët vëllezër, kur ne vëllezër kemi shqiptarët, jo serbët. Fen u thanë janë dhe rusët ortodoks, janë dhe maqedonësit, se janë dhe ata. Dhe unë njëri nga ata debatuesit i thash zotëri, ju thoni që në Shqipëri çdo ortodoks është grek. Po, tha e themi, tha. Atëherë zotëri sipas jush në Maqedoni çdo ortodoks është grek, i thash. Jeni dakord me këtë? Pra ne armikun kryesor në këto dy shtete, armikun e patundur, të pakthyeshëm, të mira vjeçar, kemi kishën e këtyre vendeve. Problemet që trajtoni, sepse janë probleme serioze me rëndësi kombëtare, nuk janë probleme të vogla, por jemi të detyruar që t'i trajtojmë për t'u hapur syt njerëzve që nuk janë në politikë, nuk janë në drejtësi, janë qytetarë që u kërkohet votave të vende votojnë, pa e ditur se ku do t'i çojnë dhe çfarë do bëjnë personat e votuar. Aktualisht, dhe në intervistat e kaluara, unë ju kam thënë juve në mënyrë të përsëritur që Edi Rama nuk e dorëzon Belinda Ballukun, nuk ja çon drejtësisë për një arsye themelore. Edi Rama është bashkëfajtor me Belinda Ballukun për të gjithë ato që ka bërë Belinda Balluku. Për ato që akuzohet nuk e dim, unë nuk e akuzoj për vetë time se nuk kam asnjë dokument, asnjë letër, asnjë gjë në dorë që të nxjerr konkluzion dhe të them po, është me vend apo nuk është me vend kërkesa për arrestim. Por kërkesën e ka bërë Byroja Kombëtare e Hetimit tek SPAK-u dhe SPAK-u ka kërkuar heqjen e imunitetit me qëllim që ajo zonja t'i nënshtrohet drejtësisë, një gjykimi dhe një hetimi të plotë. Ka një pyetje që e bën çdo qytetar shqiptar i ndershëm, çdo njeri që e ndjen veten të pastër dhe të drejtë, cili do që t'jetë që i bëhet një akuzë, zotëri, po t'jemi pastër, shkoj dhe drejtohem dhe mbrohem apo sulmoj si ta kem hallin në gjykatën e ngritur në gjykatën shqiptare. Dhe praktikisht kjo duhet të ishte bërë, të ishte dorëzuar që në fillim zonja Balluku të kishte shkuar në gjykatën speciale, në prokurorinë speciale,
gjë që nuk e bën. Pse nuk e bën? Nuk e bën sepse fshihet dhe kërkon me çdo kusht që të mbuloj jo vetëm akuzat që i bëhen asaj, por të mbuloj fajtorin kryesor që është në situatën ekonomiko-politike shqiptare, aktualisht përkohësisht kryeministri i Shqipërisë Edwin Rama. Kështu që unë nuk prisja asnjë gjë tjetër veç kësaj që vendosi sot Komiteti i Partisë Punës Shqipërisë, Komiteti Qendror i Partisë Punës Shqipërisë me në krye sekretarin e parë shokun Edwin Rama. Komunistët nuk e dorëzojnë njëri tjetrin, komunistët nuk e japin njëri tjetrin, por përjashton rastet kur u kanë shkelur vetë atyre në kallë dhe duan t'i dënojnë ata. Por që të dorëzojnë drejtësisë për gjykim, këtë se bëjnë. Përjashton rastet kur e dinë që janë sigur që drejtësia do zbatojë urdhrat e tyre. Mirë, po këtu ka një ngërç të madh që Edi Rama nuk i del dot, nuk e t'i kalon dot. Të tërë dim që SPAK-un e kanë ngritur dhe e paguajnë Amerikanët, e paguajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është thënë, thuhet dhe do thuhet në mënyrë të përsëritur. Tani, Amerika, zotëri, nuk të lë të tallesh ti me djersën dhe me taksat e amerikanëve. Derisa amerikanët kërkojnë dhe SPAK-u kërkon që çdo qytetar shqiptar që akuzohet të dalë përpara drejtësisë dhe të mbrohet, siç mbrohen të tërë njerëzit në këtë botë në drejtësi, në gjykat, këta janë të detyruar që ta kryejnë gjë të tillë, ta realizojnë. Nuk e bëjnë, nga këto e tutje topi është në forcën e amerikanëve. Fillimisht ju kam thënë në intervistat që kam dhënë në kanalin tuaj, televizionit tuaj, kam thënë kështu. Nuk pres që të zbatoj ligje dhe vendime Edi Rama, përveç atyre që merr vetë, përveç atyre që do që t'i dënoj vetë, për ata që i kanë shkelur në kallë. Ata janë të tërë për në burg, zotëri. Ai është një grup i strukturuar kriminal që grabit pronat dhe tokat e shqiptarëve. Këtë e bëri me ligj para 2 vjetësh, kur mori në vartësinë e tij direkte, mori pronat e shqiptarëve, Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Këto vjedhje të pronave dhe këto grabitje të pronave shqiptare i bëri nëpërmjet të Akshit. Drejtoresha e të cilës nuk e dim se kush ka humbur pana me panishan, nuk merret vesh se ç'bëhet. Në Shqipëri mbretëron amullia, mbretëron kaosi, mbretëron rrëmuja, mbretëron paligjshmëria dhe mbretërojnë hajdutët. Këtu jemi. Prandaj kërkohet me çdo kusht dhe në sa më parë që t'jetë mundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë ngritur SPAK-un t'i kërkojnë llogari. I arreston, si arreston, e bën detyrën, se bën detyrën, e zbaton ligjin, se zbaton ligjin. Këtu ka ardhur situata. Avokat, ka pasur dhe një reagim të kreut të dhomës tregtisë amerikane lidhur me portin Porto Romano, duke i bërë thirrje direkte kryeministit Rama që ta anulloj këtë tender. Si e vlerësoni këtë thirrje dhe pa dhe një përgjigje të zotit Rama duke thënë që ai e di shumë mirë se pse po e kritikon dhoma tregtisë amerikane lidhur me këtë tender. Pra, është futur në një kurs përplasjesh zoti Rama me Amerikën? Qa dinte shumë mirë nuk e kuptova? E dinden shumë mirë se pse vinin këto kritika për portin Porto Romano dhe ai tha që nuk do tërhiqet nga vendimi lidhur me këtë port. Tani, tenderin e Porto Romanos u ka dhënë grekëve. Me urdhër të grekëve, sepse ja u kam thënë që në Shqipëri, në dikasteret kryesore gjithmonë janë vendosur agent grek, ose pro-grek, ose shtetas me komshie shtetësi greke, si që ishte rasti e ti vëngut, si kishte e kështu me radhë. Pra, Edi Rama bën pazare me troje shqiptare, me pasurinë shqiptare, me perspektivën e zhvillimit të Shqipërisë.
ai me çdo kusht kërkon që të eliminoj portin e Vlorës si hyrje kryesore nga Adriatiku në Evropë, që jate ke ka, nga Vlora shkon direkt në korridorin e 8 dhe shkon në Maqedoni, Bullgari e tjera. Pikërisht këtë kanë bërë në mënyrë të përsëritur e gjithë klasa politike shqiptare, që nga 91 dhe sot të kësaj dite. I nënshtrohen totalisht grekut dhe po bëhet ajo që kërkon Greqia në Shqipëri, në dash të mbrojtje, dash në ekonomi, dash të tëra. Zotëri, ne në Shqipëri nuk prodhojmë asgjë. Dhe u bëjmë thirrje shqiptarëve të vinë në Amerika, në Evropa, nga do që janë ku janë, edhe të bëjnë tregti në Shqipëri. Çfarë do shesër? Kush do prodhoj dhe kush do shes? Se nuk po marrin vesh tani, do bëhemi tregtarë, shikojmë që në çdo 5 metra ke o dyqan o kafene. Me sa jetojnë këta? Se ne nuk shohim që të lëviz do një sasi e madhe malli për ashtu që janë zarzavate dhe ato që të tëra që vinë nga jashtë. A kush do prodhoj, kush do shesi? Po dalim 12 hajdut, 13 kapitan, thonë ande nga antemia. Pra, zotëri, Edi Rama nuk është asë një tjetër veç se një antikombëtar, një anti-shqiptar, se s'është me komësi shqiptare, s'ka asë një gram gjak shqiptar, është hebre nga origjina, dhe kuptoj që do të zbatoj detyrat që japin hebrejt. Me sa di unë, janë, e ka krijuar në fakt një mini qeveri që fute në Tiranë, me urdhër të ati rabini që ishte një që mori dhe njerë në vjetë që mori në festën në iftarin e Ramazanit, pra zotëri, ta din shqiptarët, ua kam thënë, e them dhe do ta përsërit, sa të jem gjallë, që këta janë një grup i strukturuar batakçinj, grabitësisht. Grabitësisht, do më të tamëm grabitësisht, janë një lloj, kanë hyrë në shtëpi dhe po grabisin shtëpinë. Që do më thënë, kanë marrë pushtetin në Shqipëri dhe po grabisin çdo gjë shqiptare. Këta i kanë vënë detyrë vetes që të zbatojnë ose më mirë me thënë, kanë marrë urdhën nga Illuminati, nga Komiteti 300-ve që të shkatërrojnë Shqipërinë dhe popullin shqiptar, Shqipërinë të aboshatisin, shqiptarët të përzën nga Shqipëria tikin dhe këtu të vinë të huaj. Dikush më tha sot që kishte, këta pas që kishin bërë një grev, një protest, këta që janë me këto motocikletat e vogla, si e kishte ajo, nuk e di si e kishin. Të uollit. Bravo, këta kishin protestuar sepse u kanë dhënë ato motocikletat u kanë dhënë këtyre të ardhurve, vietnameza, kineza, filipineza, drejtje di se që janë. Pra, nuk marrin shqiptarët, po marrin ata të huaj. Çfarë duan më shqiptarët që të ngrihen, se nuk kuptoj, sinqerisht nuk kuptoj. Kam nga ata shqiptarët që dikur nuk e pranonin të keqen apo s'ka më një. Se shoh që kam mbetur vetëm unë flas për ditë. Të bllokojnë qeverinë, dalën protestë, protestë, shko rrethop ministritë, kryeministrinë, mos lejo njeri të hyjë në zyrë. Kaq e thjeshtë është. Në qoftë është institucion serioz dhe zbatus ligji, nuk ka pse ti marr dorën as Belinda Ballukut, as Edi Ramës. Zotëri, s'ka imunitet për atë që akuzohet për hajdutlëk. Të jap llogari para gjykatës, se shkojnë të arrestojnë, por nuk e bën Klodian Brahu atë, se ua kam thënë, komunisti nuk i arrestojnë komunistët. Dikush, kur u emërua këja, tha që ne do vendosim, tha, në krye të SPAK-ut, një komunist me qëllim që kur t'i arrestoj njeriu i tyre, partisë tyre. E pyes atë dikushin tani të dalë dhe të na thotë, pse nuk zbaton vendimet edhe urdhrat pse nuk zbaton ligjet SPAK-ut, çka ka? Çe pengon? Se Dergjani s'na ka thënë se çe pengon. Thjesht nuk duan. Shkore vllai dashur, akuzohet merret ashtu siç merr çdo hajdut. Në qoftë se është hajdute. S'është atëherë të rinur të mos flasin.